Fëmia i fëmijut, thojnë është mjalti. Se edhe shoku edhe unë jemi mundu që vajzat mi pas ma prioritet. Të nis prej atij fakti se vajzat për shembull shkojnë në tjetër kon, djali ka me nejt me neve. A kishe jetu me dhondër? Me dhondër se besoj që kisha jetu. Jo, me dhondër se di. Nashta si dihet jetës, mirë po se besoj. Besoj, djalin e kam për shembull. Me thonë drejtën s'kom qef me pengu as djalin, ashta inshallah e kam bashkëshortin. Cilin e ki momentin ma të lumë të rretës tonda? Që po bona gjyshe, Gjyshe, mrekulli. Për herë parë? për herën e parë po. Andërvan, kur e more lajme që vërës gjyshe në të tërko pak? Po di qysh me shprej atë ndjenjë, do me thonë është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Edhe se di, s'muna me shprej me fjalë me një farë kuptimi. Gjyshe re? Po, Është fëmija i parë i vajzës apo djalit? i vajzës po. Andërvan, si të momente ku ti kur e kuptove dhe më thënë që po bësh gjyshe, pak emocionin, qyshe kishe në atë momente? Po me thonë drejtën e pritsha se nuk ka qenë, do me thonë krejt fillimi. Ka qenë të si? Po, kom qenë në pritje, po momentin që e merr lajmin, do me thonë është që ajo është kënaqësi, që s'përshkruhet me fjalë. Thuhet që gjyshrit, Po. më shumë kanë kohë tash më marrë me nipa dhe të besat, se sa që me fëmijë. Saktë është. Dashurin ja marrin fëmija. Saktë është. Se për shembull na përpara s'kemi pas shumë kohë më mirë me fëmijën tonë. Për shembull ka qenë kohë pak më ndryshe, kemi pas obligime më shumë me kështu. Tani kemi kohë pak më tepër, besoj, edhe shpresoj. Edhe si, fëmia i fëmijut, thojnë është mjalti, të kështu që. A ju më falë, sa fëmijë keni? Unë i kam 4, Vajzat jenë? kam 3 vajza, një djalë, Pas ke botën, 3 vajza. botën, bash. A është kështu? Kështu është. Kush ka vajza botën ka. Po dhe djemt janë të mirë. A i trajtojnë vajzat pak më ndryshe se djemët. Se nanat i kanë pikat dobë. Po, besoj që çdo familje, diqysh se di, është një prioritet e djemt ka qenë, po familjen tonë besoj që jo. Se edhe shoku edhe unë jemi mundu që vajzat mi pas ma prioritet. Të nis prej atij fakti se vajzat për shembull shkojnë në tjetër kon, djali ka me nejt me neve, adin, po thonë ka me nejt se si dihet tash jetës, po fëmia është fëmijë, besoj, nuk do të me bë dallime asnjëherë, vajza e ka vendin e vet, po dhe djali e ka vendin e vet. Me rëndësina mi po mirë, për që ata jetojna për fëmijët tonë. Po, bua kia ka më nejt me neve. Shka nëse larkë qoftë. A kishe jetu me dhondër? Me dhondër se besoj që kisha jetu. Jo, me dhondër se di. Nashta si dihet jetës, mirë po se besoj. Besoj, djalin e kam për shembull, po me thonë drejtën s'kom qef me pengu as djalin, ashta inshallah e kam bashkëshortin edhe si krejt për shembull. Inshallah një pleqëri se cili e arrin. Sot është vetë, do me thonë, për nevojat vetat, edhe s'ka nevoj. Fëmija me të ardhë me të vizitu, mjafton për shembull. A është tabu alo që nëse dikush dëshiron me jetu me dhondër, nuk i ka djemë s'kujdesën për ta bu në vendin tonë që me me jetu. Ajo është vajzë. Është tabu, po nuk është keq, e ka vajzën për shembull. Qofse s'ka për shembull djalin, e ka vajzën, edhe vajza është me një farë forme fëmijë i sajna, është e drejtë e sajna. Nuk është tabu kështu si fjalë, po nuk është keq. Unë e njoh shumë që jetojnë me dhondër, po jetojnë mirë, besoj që i pranon mirë edhe dhondri, po dhe këta e pranojnë dhondrit, po menoj familja. Kështu që Në përgjithësi, a kështë pas dëshirë që mos mi pengu? Nusës, për shembull mos mi jetu me djalin, nëse ty duket e arsyeshme. Po, unë besoj që edhe ashtu ka me vepru, s'kom qef me qenë pengese kërkujna, gjithkush e ka jetën e vet, as du me më pengu ajo mu, e as unë ata për shembull, jetën e vet e ka nusja, jetën tonë e kemi ne, po me rëndësi është respekti me qenë, me pas respekt ndërsjellë edhe me kalu mirë, besoj. Kur djali jam është i lumtur me nusën për shembull, unë jam edhe më e lumtur. Po në rast të tilla, nëse me nusën, domethënë jeni në zonë ju. Djali duhet me anu ka nona apo ka nusja? Shiqo, asnjëherë nuk them, ajo ka jetën përpara,
do më thonë, do të me gjithë një mes, gjithmonë është një mes. Mesi është i artë, nona është nonë, nusë janë nuse, po nuk se besoj që janë nënë. Me kohën ka ndryshu dhe rinia edhe na përgjithësi besoj, kështu të kena ndryshu për pozitiv. Po. Do të thonë, një grua shumë e fortë, një mesazh, një këshill për gjithë gratë, sidomos, ndjekësit e historisë jetës. Çfarë kishte thënë? Po, dhe të jetojnë jetën, do më thonë, gratë, ashtu si që ato e dëshirojnë, jo me imponime, edhe unë po mendoj për gjeneratat e mia, kisha thonë trit t'i lanë të kënaqen, të jetojnë jetën ashtu si që e dëshirojnë, e mos bëjmë pengesa për shembull as për djel, as për nuse, kështu që besoj që gjithçka ka me qenë në rregull. Inshallah kjo rini po shkon bar, edhe të hapen sa më e kam edhe një apel që të hapen sa më tepër vendet punës, mos na ikun rinia, dhe të mbesim këtë Kosovë që u dershëm gjak për këtë vend. Bisedë shumë e këndshme. Ishte shumë kënaqësi që ndajte kohën për neve. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Faleminderit. Kalo bukur.